Pa shqiptar të bërë. Kush? Inshallah ju tund. Qish? Ju inshallah tund. Shqiqa, në bazë fjallëve që mi ka thonë Naim Geci, sonë mrina pak me vonesë. Sa veç sarën për Kosovë. Sa dhe ishe i smutë edhe të në cezët, ishe i lëndum. Edhe Naimi tha, kur në ndalun, tha 2 vetë. Pa dhe ata nuk di, ata ishin shku me një farshpije, një ish sigurimit, shtetëror të ndërvoqës, më rëmëmen, në shpitina. So që ajo vetë ajo do thotë edhe këni fardyshimi që ishtë njëri sigurimit. Ta është Naimi tha, kur ku ktheva, ku kene, ato janë tema gjata, tha, kur u këthujmë, shdrypa pikerët për gjipit, për më qelë dyrt, për më shti gjipit mërëna, Ameti ishë mërëna. Unë i poshtë 2 vetë, për s'unë ka shku menja, tha që e din... E mysi. Jo, ata ke shumë thjeshtë. Edhe, kur afrun ka shpeta revolim amnaj, shtrinjo, u shtrinë në tokë. Se besohet që ata po veprojnë që ashtu barë qatë njërë teger. Shtrinë në tokë. A qetën ato një qeli derën Amet Karsniqit dhe në zorë. Ky mu që muajke, aje e pyti, tha, a o që ky? E pyti, dhe thot me një... Po shqip, a o që ky? Ky ka me një farzoni të udrilë, tha, po. A e ekzekutoj, me njerë. Mi po tha, aj që tha, a o që ky nuk ke Kosovar. Me dialekt nuk ke Kosovar. A ky që muajke mu, me revolë, tha, Kosovar ke. Tjeshtë, në po foli me fjallë tina, si shatë e ofër, prezent. Me njerë ekzekutoj. Në kënë më renëm, se mu më qumpi gjumit e molja, zdishma shka bo, ati shoferit ta shka ka ndodhë be, ta e ka vërë ministrin. Unë me dove që i bërë Bukoshin e ka vërë. Sa shko që? Tani, kur mërë në aty, i sufi ta, largoni njerët për këtuvit, një gjali mojke një Kalashnikov në dur, atë në borë, ja morë Kalashnikovën ati, në dole i përzunë e gjinë krejt, i qitë të rrethi. Me urimin. Edhe, masë ndej, dole i sufi oklej, dritë posë, s'ka posë si njeri, dritë posë të i. Edhe, kur arta, dhe shka, kur ma po Kalashnikovën, me të pëmen. Heqë, tha se, këta e vronë, tha, Amet Karsniqin, a vrosin, tha, neve këta pisa. E din? Kur ka thonë Amet Karsniqin, besonin zot, qili më ronë kry. Se qa që më ronë që vronë, nuk është njeri civili, është ushtrak i madhaj. Ma mure Kalashnikovin i sufi edhe me vrap iki hini a që shpi. E majtë më rani dheri sa erë dhe hetu e sija, dhe thëtë njerës e hetu e sija Shqipërisë, kërkun lepin eve, ta me hi dhe me bo, ato tash po, e qeli më të farë, rëthimin henë në ta. Ta njerë i sufi në ndroj, shkun tjertë, na u këthima të mrena, u takohen me Naimin, që të është edhe i bisedum që të sënë krejta e mi spjegoj pik për pik, që ato i kumë shkru janë shkru në kejt pik për pik. E kam, po. Keq shumë. Keq. E kam një surprizë interesante sonte për ty. Po, o no. Edhe, nashta e ke pos shak, unë e di që e ke pos me këtë madhe dhe të mirën, në lumë, për nuk e di tasht, kur e shërë, nuk e di sa, a ki ku që se ke po. Është edhe me ke emisionit tim, është deputet nga radhët e LDK-s, ma herët ka qenë ish ministri mbrojtës edhe ai, i Republikës Kosovës, me neve sonë të anë të në qunë, eftoj me do të vitit në. Ta përmua edhe një ministrët mbrojtës, do të vitit edhe nërë. Faleminderit shumë që respekt, faleminderit shumë. Haj, komandant. Komandant,
Mirë ti si, ai mirë. Dërë të gjitje mollë se janë figura, sonë të në kanë deru me pjesëmori, komandonti. Faleminderit shumë, komandant. Hajde, komandant. Respekte, faleminderit shumë që jelle. Faleminderit, është knatësi jemi në emision. Na kanë deru shumë se jellen ku fushate. Po, është fakt se kemi një agent shumë të ngjeshur, shumë aktivitete, shumë punë, stres para përgatitjet për zgjedhjet nacionale. Po, në momenti kur më tregove kënd e ke musafir, do thotë të gjitha aktivitetet i anullova dhe me të vërtet sot je mirë që jem këtë emision, veçantimi da disa kujtime për bashkëta gjatë mbetjes e Kosharës, ku edhe unë edhe kujtimi kemi qenë të Si që njoft me kujtimin, cili ka qenë momenti i parë i juaj që e keni pa kujtimin edhe një njoft, komandant? Unë jem vendosë në Papaj, në Tropojnë, në fillim të muajit korrik, me